parasysh që kur flitet për një serial killer, shpeshherë mund përdoret dhe fjala grabiqar, dhe në fakt kjo fjalë është fjala më e përshtatshme për rastin e sotëm. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Sot do t'ju flas për një rast vërtet të errët dhe të tmerrshëm. Bëhet fjalë për Robert Hansen, një serial killer i njohur me novkën The Butcher Baker, që do thot kasapi bukpjekës. Okej, dikush nga ju atje jashtë mund thotë që është ngjashëm me Albert Fish, që hante njerëz. Jo, asgjë e tillë. Në fakt, kjo është një novk që është vënë për një arsye që do flasim pak më poshtë, por personalisht mendoj që nuk është se i përshtatet shumë. Është pothuajse ora 5 e mëngjesit, data 13 qershor i vitit 1983. Ndodhemi në Alaskë, ku një vajzë po vrapon e tmerruar në aeroportin Meral. Ajo është gjysmë e zhveshur dhe me pranga në përduar. Vajza është aq e frikësuar sa që nuk e kthen më kokën pas. Por pas saj dëgohet një zë mashkulli i cili thot të ndaloj, ndryshe do ta vras. Befas arrin një rrugë të frekuentuar dhe më pas arrin që të ndaloj një furgon për të larguar që aty. Drejtuesi i furgonit, një burr i cili quheshte Robert, në fakt kur e sheh vajzën në atë gjendje, është i tmerruar. Vajza menjëherë kërcen në sediljen e pasagerit dhe i thot shoferit që nisu sa më shpejt. Shoferi niset pa bërë as edhe një pyetje tjetër. Më pas, vajza kthen kokën për të parë nëse dikush akoma po e ndiqte. Por në fakt atje nuk dukeshe askush. Robert në fakt është shumë i shqetësuar për vajzën, pasi çdo gjë që ka përjetuar besoj që ka qenë jashtëzakonisht shumë e tmerrshme. Ajo i kërkon atij që ta çojë në motelin më të afërt për të telefonuar të dashurin e saj. Në fakt, Robert kërkon që të zbuloj më shumë nga vajza se çfarë ka ndodhur, por ajo nuk flet më shumë. Robert, pasi e dërgon vajzën në hotel, i thot që duhet të marrë menjëherë në telefon policinë, por ajo nuk pranon. Por në këtë pikë Robert e merr vet policinë dhe u shpjegon policëve gjithçka dhe u thot që vajzën mund ta gjeni tek hotel Mesh Inn. Sapo policia e zonës shkon në hotelin Mesh Inn, punonësit e hotelit i thonë që vajza ka marrë një taksi dhe është drejtuar drejt motelit Big Timber. Dhe vendosin që të shkojnë atje dhe trokasin në dhomën 110, ku në fakt derën e dhomës e hap një vajzë e cila ishte komplet e zhveshur dhe me pranga në përduar. Ajo ishte Cindy Paulson, një 17 vjeçare e cila ishte një prostitut dhe kërcimtare nate. Në fakt, kjo ishte arsyeja pse ajo nuk donte të merrte në telefon policinë, pasi ishte një prostitut. Por detektivët arrin ta qetësojnë, e veshin dhe i heqin pranga dhe e marrin në komisariat për të kuptuar më mirë se çfarë ka ndodhur. Detektivi që e merr në pyetje ishte Glenn Floth dhe në fakt përpara tij Cindy merr të gjithë fuqinë dhe të gjithë guximin për të treguar të gjitha kujtimet e dhimbshme të 24 orëve të fundit. Mbrëmjen e kaluar më 12 qershor, Cindy në fakt ndodheshte në rrugë duke kërkuar një klient. Por atë natë ajo kishte vendosur të mos punonte shumë, por thjesht donte të bënte ca para, pra të bënte një punë të shpejtë për të mbuluar disa shpenzime të vogla. Dhe një moment i afrohet një makinë. Dhe brenda në makinë ndodheshte një burr i cili ishte i dobët, me flokë të kuqe, syze katrore dhe me një fytyrë të mbushur me puçra, i cili prezantohet si dom. Dhe në pamje të parë dukeshte si një djalë i ndrojtur që thjesht donte një kontakt fizik me një grua. Ai i ofron Cindy $200 për marrëdhënie orale dhe në fakt ishte një shumë goxha e madhe, kështu që Cindy pranon. Hyp menjëherë në makinë, por sa po mbyll derën, dom menjëherë merr dorën e Cindy dhe e prangos, dhe me dorën tjetër nxjerr pistoletën ku ja drejton në kokë dhe i thotë që nëse lëviz
do të vrasë. Nga një moment e tutje, Cindy është e tmerruar. Ai e çon Cindy në shtëpinë e tij, në një zonë rezidenciale dhe më vonë e fut në bodrumin e shtëpisë së tij. Dhe ajo dhomë në fakt do të njihet si dhoma e trofeve, sepse brenda asaj dhome kishte trofe, kishte koka, lëkurë dhe trupa kafshësh që ai vet i kishte konservuar dhe i kishte vrarë, pasi Dom ishte një gjuetar i apasionuar. Si fillim, ai e var Cindy në një grep metalik, një nga ato grepat që përdoren për të varur kafshët e mëdha pas gjuetisë. Pas saj e përdhunon dhe e torturon për orë e orë të tëra. Por vjen një moment ku Dom i thot që është lodhur dhe po shkon që të marrë një sy gjumë. Dhe në këtë moment, në fakt, Cindy shikon rreth e përqark në dhomë dhe vëre që emri i tij nuk është Dom, por në të vërtet emri i tij është Robert dhe këtë e shet tek etiketat e trofeve që kishte në ato dhomë. Kur Robert kthehet pas disa orësh, i thot Cindy që do ta çonte një kasole të veçantë, një shtëpi e cila ndodheshte në natyrë. Dhe në fakt mendoi që ishte një kasole që ndodheshte pranë lumit Nick, një zonë të egër dhe të largët, 35 milje në verilinje të Anchorage, dhe aty mund të shkojë vetëm me avion. Cindy rrefenc që Robert, për ta qetësuar një farë mënyre, i kishte thënë që mos u shqetëso, nuk do të bëj gjë. Por sinqerisht, për një person që e çon në bodrum më pas e var në grep, nuk është se ishte një frazë shumë e besueshme. Më vonë, Cindy rrefenc që Robert kishte filluar që të fliste edhe për 7 gra të tjera që kishte çuar në atë kasole. Dhe i tregon detektivit që në momenti kur më flet mbi këto 7 gratë, e dija shumë mirë që i kishte, pasi kush është ajo grua që duron këto lloj torturash dhe më pas lirohet, pra ky person e liron dhe nuk tregon asgjë. Isha shumë e sigurt që i ka vrarë të 7 gratë, deklaron Cindy. Gjatë këtij udhëtimi, Cindy i bën një premtim vetes. Sa po të gjente momentin e duhur, ajo do të arratiseshe, pasi në një farë mënyrë nuk kishte asgjë për të humbur dhe mbi të gjitha e njinte shumë mirë atë zonë dhe e dinte nga të drejtohej. Të dy mbërrin një hangar dhe atje ndodheshte një Piper Super Cub, një avion i vogël ngjyrë blu i cili i përkiste Robert. Ai del nga makina dhe fillon të ngarkojë disa furnizime në avion, dhe mes këtyre gjërave të ndryshme dhe një pushk gjahu. Sa po rrëmbylsi saj shkon në pjesën e pasme të makinës, ajo i jep një shkelm të fortë derës dhe arrin ta hap. Dhe niset e vrapon me të katërta. Vrapon në atë lloj mënyre sikur po e ndiqte vet djalli, edhe pse ishte gjysmë nudo, edhe pse ishte zbathur dhe me pranga, vrapon me sa fuqi të kishte. Robert një moment mbeti shumë i habitur. Filloi ta ndjek, por në fakt e pa që nuk mundi ta kapte dhe e la të ikte. Detektivi kur gjon gjithë historinë mbetet me gojë hapur, pasi një farë mënyre i dukeshte gjithçka e trelluar, por vajza ishte në gjendje të identifikonte çdo gjë, të identifikonte rrugën që kishte ndjekur nga momenti ku ishte rrëmbyer dhe drejt shtëpisë së tij, hangarin, avionin, makinën, pra gjithçka të mundur. Policia së bashku me vajzën shkoi në hangarin ku ishte avioni i Robert dhe vajza e identifikon menjëherë dhe thotë që po ai është avioni. Por dhe nga ana tjetër, një punëtor i aeroportit arrin që të kujtojë dhe modelin e makinës që ishte parkuar atë mëngjes. Kështu që policia merr numrin e telefonit të pronarit të makinës dhe numrin e telefonit të pronarit të avionit, që në këtë rast ishte i njëjti person, Robert Hansen. Robert Christian Hansen lind në një qytet të vogël në Iowa të quajtur Estherville më 15 shkurt të vitit 1939. Ishte fëmia më i madh nga 2 fëmijë. Prindrit e tij ishin danes. Nëna e tij quhej Edna Margaret Peterson dhe babai Christian Hansen. Në vitin 1942, familja u shpërngur në Kalifornia dhe më vonë në vitin 1949 ato u kthyen përsëri në Iowa duke u vendosur një vend i cili quhej Pocahontas. Po, pikërisht Pocahontas, si vajza ose në fakt si filmi vizatimor Pocahontas. Jeta e Robert në fakt ishte jashtëzakonisht shumë e vështirë. Babai i tyre ishte një person shumë autoritar dhe mbi të gjitha dhe i dhunshëm dhe i detyronte fëmijët e tij
të punonin në furrën e bukës dhe në moshë shumë të vogël. Dhe nga ana tjetër, Robert kishte një lloj belbëzimi kur fliste dhe për këtë gjë mund të falenderojmë të jatin e tij. Ai nuk pati kurrë një fëmijëri të lumtur, por me kalimin e kohës filloi që të gjente pika të përbashkëta që kishte me të jatin e tij. Në fakt, pika e tyre e përbashkët ishte gjuetia e kafshëve të egra me harg dhe me shigjeta. Gjuetia, veçanërisht ajo ndaj kafshëve të mëdha, siç ishin drerët, derrat e egër, ishte shumë e përhapur në Pocahontas. Dhe problemi i gjuetisë së tillë është se shumë shpesh kafshët nuk ose vdisnin me një goditje. Prandaj, pasi qellohen, duheshte ndjekur për t'u vrarë me thik. Robert ishte shumë i turpshëm në adoleshencën e tij dhe belbëzimi që kishte e torturonte dhe kjo gjë e vinte në shenjese të një bullizimi nga shokët e klasës. Ai kishte edhe një fytyrë të mbushur me akne që ja kishin shkatruar komplet fytyrën dhe në fakt shokët e quanin puçra e madhe. Dhe përsa i përket gjinisë femërore, ai i donte jashtëzakonisht shumë që të afrohej me vajza, të dilte me to, por ato nga ana tjetër nuk kishin fare interes për Robert. Kjo e çoi Robert një urrëtie të thellë ndaj grave, një zemërim i brendshëm ndaj grave që i njihte si egoiste, të padrejta, përçmuese ndaj burrave sa i, nuk vlenin asgjë dhe thjesht ishin objekte seksuale pa asnjë pikë vlere. Në vitin 1957, Robert vendosi të aplikojë në ushtrinë amerikane, ku fillon që të shërbejë si rezervist një fundjavë në muaj. Dhe në fakt është një lloj civili që kryen punë jashtë kontekstit ushtarak, ndërkohë vazhdonte të punonte në furrën familjare. Në ushtri, Robert në fakt gjen një dritare lumturie, pasi ishte një gjuajtës shumë i Zotit dhe gjithë ato praktikat që kishte bërë në gjueti kur kishte qenë i vogël kishin dhënë frytet e veta. Nga ana tjetër, ai ofrohet që të punojë vullnetar si instruktor në Akademinë Policore të Pocahontas. Dhe duhet thënë që ishte një punë jashtëzakonisht shumë e mirë. Kështu që Robert afrohet me një botë që e vlerësonte atë, arrin që të krijojë dhe marrëdhënie dhe në këtë mënyrë mund të largoheshte edhe nga ato demonët e tij. Dhe në të njëjtën periudhë fillon që të ketë marrëdhënie seksuale me prostituta. Por këto prostituta i shite thjesht si mjete për të përmbushur dëshirat e tij seksuale. Papritmas, në vitin 1960, Robert martohet me një vajzë dhe në atë kohë ishte vetëm 21 vjeç. Por ashtu si Robert, ashtu si vajza kishin ndjer atë presionin shoqëror për të krijuar një familje. Dhe nga ana tjetër, vajza kërkonte një burr që të ishte i arsyeshëm, i qetë, pra me një punë të qetë, ndërsa Robert nga ana tjetër thjesht kërkonte një grua, një grua pa shumë pretendime, thjesht donte që të ishte grua. Pas martesës filloi që të dalë pak karakteri i vërtet i Robert, që duhet thënë që nuk ishte një burr aq i qetë sa mendoheshte. Dhe në fakt përdorte dhe dhunë mbi gruan e tij dhe në këtë periudhë gruaja e tij largohet nga Robert dhe Robert është përsëri beqar. Gjithashtu në dhjetor po të atij viti disa huligan ndogjën një garazh i cili mbante autobus shkolle dhe një nga këto huliganët ishte dhe Robert dhe për këtë gjë u dënua me 3 vite burg. Dhe në burg u diagnostikua me skizofreni që më vonë u kuptua që ishte çrregullim bipolar, pasi nga ana tjetër Robert nuk kishte asnjë aftësi për të kuptuar ndjenjat e të tjerëve. Robert u lirua në vitin 1963, edhe pse në një farë mënyrë nuk është se kishte përfunduar gjithë dënimin e tij, por u lirua me kusht dhe në këtë periudhë ishte vetëm 24 vjeç. Dhe në fakt, gjitha ato trajtimet që kishte marrë në burg e kishin ndihmuar, pasi kur doli nga burgu, ai u martua me një vajzë tjetër e cila quheshte Darla dhe me të pati 2 fëmijë. Por në fakt edhe kjo martesë nuk është se e zbuti atë instiktin e tij kriminal dhe kjo martesë përfundoi përsëri në divorc. Në vitin 1968 ai shpërngulet në Anchorage në Alaska dhe në fakt këtu fillon një episod i ri për sa i përket aspektit shoqëror mbi Robert. Së pari, në Alaskë gjuetia është pothuajse një sport kombëtar. Ka shumë gjuetar dhe është një vend shumë i egër dhe i paprekshëm. Robert nga ana tjetër ishte një gjuetar me përvojë dhe menjëherë nga kjo gjë krijon një grup miq të cilët e respektojnë dhe e vlerësojnë. Ai vazhdon që të praktikojë gjuetinë e tij me armë zjarri dhe me harg dhe me shigjet. Dhe në një farë mënyre ai fiton shumë konkurse për kafshët më të mëdha të kapura dhe paraqitet në revista të ndryshme për kurthet e tij inovative dhe strategjitë e tij unike. Pra, në një farë mënyre ishte bërë si një VIP i kësaj lloj fushe.
Pas transferimit të tij në Anchorage, disa vajza të reja fillojnë të zhduken. Më 22 dhjetor të vitit 1970, një 18 vjeçare, e cila quheshte Sherry Beth, rrëmbehet teksa po bënte autostop në një minimarket. Në fakt, trupi i saj gjendet në gërmin nga disa alpinistë. Ajo ishte zhveshur nga beli e poshtë. Sutjenat ishin prerë me thik, duart i kishte të lidhura me tel pas shpinës dhe mbi gjitha ishte e gozhduar. Nga autopsia që u bë, u kuptua që vajza në fakt kishte vdekur nga të ftohtë. Në një farë mënyre, ajo kishte arritur t'ia mbatte nga rrëmbyesi i saj, por duke qenë se ishte e lidhur, kishte rënë në këtë grop dhe nuk kishte arritur më që të dilte jashtë dhe kështu kishte vdekur aty. Por një detaj tjetër i rëndësishëm ishte dhe prerja me thik e sytjenave, dhe në fakt nuk ishte prerë vetëm copa, por ishte prekur dhe mishi, dhe plagët që kishte marrë vajza në trup dalloheshin qartë që ishin bërë me thik. Por në fakt, policisë ju desh shumë kohë për të kuptuar llojin e thikës dhe në fakt bëheshte për një thik skinny, pra një lloj thike për lëkurimin e kafshëve. Kjo është një thik e projektuar për të hequr lëkurën nga trupi i kafshëve të egra. Ka një tek karakteristik të shkurtër dhe një formë të përkullur me një maj më të rrumbullakët se thikat e zakonshme. Kjo sepse gjatë përdorimit qëllimi është që mos dëmtohen muskujt apo organet e brendshme të kafshës. Dhe një farë mënyre kjo lloj thike nuk është se gjendeshe shpesh në kuzhinat e personave. Ky lloj analizimi bën që hetuesit të mendojnë që kjo thike i përkiste ose një kasapi ose një gjuetari. Në të njëjtën periudhë, një bukpjekës arrestohet për rrëmbimin me armë zjarri të një sekretare të një agjencie imobiliare dhe disa muaj më vonë po i njëjti person do të akuzoheshe për përdhunimin dhe rrëmbimin e Sandra Peterson. Dhe Sandra Peterson deklaron që ky person i kishte përpjekur që t'i priste sytjenat me thik, por në një farë mënyre askush nuk e lidh këtë ngjarje me sytjenat që ishin prerë vajzës që ishte gjetur në fillim. Dhe ky bukpjekës, ose ndryshe ky person i sapo akuzuar, ishte pikërisht Robert dhe dënohet me 5 vite burg. Por në fakt kryen vetëm 6 muaj. Dhe ju do thoni si dreqin është e mundur. Po, është e mundur sepse janë vitet 70 dhe ligjet ndryshojnë nga shteti në shtet. Meghan Hemrich ishte një vajzë 17 vjeçare, e cila zhduket nga SeaWorld. Ajo ishte një vajzë shumë e qetë, një vajzë e dashur që donte natyrën, shokët e saj, familjen e saj. Por dita e fundit që u pa gjallë ishte data 7 korrik duke dalë nga lavanderia e konviktit që jetonte me shoqen e saj. Por shoqja e saj e denoncoi zhdukjen e vajzës vetëm 3 ditë më vonë, pasi në një farë mënyre kishte menduar që Meghan ndoshta kishte gjetur diçka më të mirë për të bërë sesa që të ktheheshte në konvikt. Në vitin 1977, Robert futet përsëri në telashe, pasi vjedh një motorskaf dhe dënohet me 5 vite burg. Por në burg diagnostikohet me çrregullime bipolariteti, por nga ana tjetër pranon trajtimin psikiatrik. Gjykata e lartë në këtë pikë vendos që ta shpërblej për sjellje të mirë, duke e lënë të lirë vetëm mbas një viti, me kusht që të vazhdojë trajtimin psikiatrik. Kështu që Robert pranon dhe lirohet. Në këtë periudhë që del nga burgu, ai edhe pse nuk e pëlqente shumë punën, arrin që të hapi një furbuke në Alaska dhe në këtë pikë ai ishte një person shumë i respektuar pasi bënte edhe bukë të mirë, ishte një biznesmen, një sipërmarrës dhe respektoheshte nga të gjithë personat që ndodheshin në Alaska. Por pas kësaj fasade të madhe që mund quhet si jetë perfekte, në vitin 1982 dalin në dritë të gjitha krimet e tij më të rënda. Robert njihet për rrëmbimin e grave dhe dërgimin e këtyre grave në kasole në natyrën e egër të Alaskës, ku më pas i lëshonte këta gra në pyll dhe i ndiqte si kafshë të egra. Ai, në një farë mënyre, i përdorte viktimat e tij si pjesë e një lloje gjuetie për të përmbushur fantazitë e tij të sëmura. Aktiviteti i vrasës zgjati për plot 10 vite dhe në fakt viktimat e tij ishin o kërcimtare nate ose prostituta, pasi nga ana tjetër Robert mbroheshte me idenë që në një farë mënyre po bënte një pastrim të shoqërisë. Por më vonë u zbulua që viktimat nuk është se ishin vetëm prostituta apo kërcimtare nate, por ishin edhe vajza që kishin bërë autostop. Robert synonte prostitutat pasi e dinte shumë mirë që askush nuk do t'i kërkonte ato. Ai joshte, i hypte në makinën e tij, i çonte në shtëpinë e tij, në bodrum ku i rrite, i përdhunonte, i torturonte me orë të tëra dhe më pas i çonte në kasolën në natyrën e egër të Alaskës, ku i lëshonte në pyll dhe i ndiqte si shndjek gjatari kafshëm. Pra, pak a shumë ishin lloj skene që sapo kishte dalë nga një
film horror. Dhe duhet të thënë që ishte një akt, një skej, një lloj veprimi jashtëzakonisht shumë i smur. Vajzat liheshin në mes të natës dhe ndiqeshin si pre. Robert shpesh përdorte armëzjarri, shpesh përdorte dhe harkun me shigjeta, ku i plagoste vajzat dhe më pas shkonte dhe i vriste ata me thik. Dhe në fund të viteve të 10, në zonën e Alaskës, filluan të dalin trupa njerëzish të pajet. Jana Messina, 24 vjeç, trupi të cilës u gjet një grop zhavori pranë Seward. Ajo ishte infermiere që sapo ishte transferuar në Anchorage për një kohë dhe kishte punuar si balerinë. Në vitin 1982 u gjet trupi i Sharon Monroe, 23 vjeç, pranë lumit Nick, i mbuluar në një grop të cekët. Ishte qelluar plot 3 herë me armë zjarri dhe plumbat ishin pranë trupit të saj. Veshjet e saj nuk ishin vrima plumbash, duke sugjeruar që ishte vrarë lakurisht dhe më pas ishte veshur. Në shtator të vitit 1983 u gjet dhe trupi i Paula Golding, një tjetër grop të cekët përgjatë lumit Nick. Dhe në fakt ishte një zonë që mund të arrijej vetëm me barkë dhe me avion. Dhe kjo vajzë kishte punuar si balerinë në klubet e natës dhe zhdukja e saj ishte raportuar vetëm 5 muaj më parë. Policia vuri edhe ngjashmëritë që kishin vajzat me njëra tjetrën, pra ishin tërheqëse, punonin nëpër klubet e natës, ishin të dobta rreth 50-55 kg dhe në fakt Cindy Paulson përputhej pikërisht me këtë përshkrim. Policia e asaj zone nuk ishte përgatitur për një vrasje serial, kështu që i kërkon ndihmë FBI-s për të ndërtuar një profil psikologjik dhe në fakt rezultatet ishin shumë të qarta. Vrasi ishte një person me vetëvlerësim të ulët, ishte një person që kishte një të kaluar që ishte i refuzuar nga gratë, pra kishte një të kaluar shumë të keqe, një fëmijëri të keqe dhe mbi të gjitha mund të ishte edhe një antar i komunitetit shumë i vlerësuar. Robert përfshihet në këtë profil, kështu që në vitin 1983 policia shkon që të bëjë një kontroll si në shtëpinë e tij dhe në avionin e tij. Dhe në shtëpinë e tij u gjetën bijuteritë e gjitha vajzave, u gjetën sendet personale të tyre, u gjetën kartat e identitetit e tyre dhe më e rëndësishmja u gjet arma e krimit e cila përputhej me vrasjen e Sharon Monroe dhe Paula Golding. Robert u arrestua menjëherë, por mohoi gjithçka dhe tha që Cindy ishte një hakmarrse sepse në një farë mënyre ai nuk i kishte dhënë parat për marrëdhënien seksuale që kishin mes tyre. Por nga ana tjetër, ai filloi që të justifikonte çdo armë, çdo objekt që u gjet në shtëpinë e tij. Por një pikë kupton që në këtë radh nuk mund t'ia hidhte dot kollaj dhe vendos të rrëfehej. My name is Robert Hansen, also infamously known as the Butcher Baker. I was an American serial killer who abducted, raped, and murdered at least 17 women in and around Anchorage, Alaska, from 1971 to 1983. Kur fillon të rrëfehet, fajson të gjitha viktimat e tij sepse ishin prostituta dhe mendon që i ka bërë një të mirë shoqërisë, pra ka bërë një pastrim. Por nga ana tjetër ai tregon që aktivitetin e tij e ka filluar në vitet 70 dhe thotë që në fillim ka rrëmbyer vetëm disa gra, ka vrarë dhe disa prostituta, por asgjë më shumë. Dhe mbi të gjitha shton që nëse një grua do ta binte atë që nuk do ta denonconte, ai e linte të lirë. Në farë mënyre ishte një deklaratë që nuk dihet nëse ishte e vërtetë apo jo, por nëse dëgjoni mendimin tim, ai i ka vrarë të gjitha gratë. Pasi gjatë gjyqit si është e mundur që nuk doli asnjë grua që thoshte që ai më rrëmbeu, ai më përdhunoi, ai më torturoi, por në fund më liroi. Por qëllimi i tij vërtet nuk ishte të kishte këto gra, por ishte gjuetia dhe emocioni që përjetonte ai kur ndiqte viktimat e tij, pra një lloj gjuetie së mur. Në këtë pikë Robert deklarohet fajtor, por vetëm për vrasjen e 4 grave, por policia është shumë e sigurt që ka dhe trupa të tjerë. Dhe i thotë që nëse ti më tregon mua se ku janë trupat e tjerë, pra ku ke fshirë trupat e tjerë, ti do të dënohesh vetëm për vrasjen e këtyre 4 grave dhe do ta bësh burgimin një burg federal dhe jo një burg të sigurisë të lartë. Kështu që Robert pranon. Në shkurt të vitit 1984, ai deklarohet zyrtarisht fajtor për vrasjen e Jana Messia, Paula Golding, Sharon Monroe dhe Anya Carter dhe dënohet me 461 vite të burg, pa lirim me kusht. Në dokumentet e rrëfimit, Robert pranon që ishte fajtor për 17 vrasje dhe 30 përdhunime, dhe ndër viktimat e tjera të Robert ishin dhe Malaya Larsen, Suluna dhe Andrea Aliteri, ku trupat e këtyre viktimave u gjetën në vitin 1984 pas arrestimit të tij. Gjatë kontrollit që u bë në pronën e tij, u gjet një hartë fluturimi dhe 37 kryqe të shënuara me dorë që përputheshin me vendet ku ishin zhdukur viktimat, por shumica prej tyre nuk u gjet kurrë
pasi ose kafshët e egra ose kushtet e këqija atmosferike mund të kishin fshirë mbetjet e tyre. Robert Hansen vdiq për shkaq natyrore në moshën 75 vjeçare vetëm pas 30 viteve burg, por me vdekjen e tij vdiqën edhe shumë pikpyetje, pasi një farë mënyre ai vdiq pa na thënë numrin e saktë të viktimave, vendet ku i kishte fshehur dhe mbi të gjitha arsyeën se pse i bënte këto. E pra miqtë e mi, kjo ishte edhe historia, dua të di dhe mendimin tuaj poshtë në komente. Unë ju përshëndes dhe ne do të shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao!